Çmimi i naftës ka eskalu me çka ko. Mirë po sot kena me fol për 5 sene që ja vlen apo nuk ja vlen mi bë me kerr me çmim të naftës. Po mas folin një druli. Nafta 1.55 me çmim të naftës. A ja vlen mi adhon kerrin shokut për me dal me nai çik. E para. Shokut. Qërë, do të me full njeri ka të pjallë zemrë. Mas fori, për mja dhonë kjerën me që shmim të naftës me vetë, a ki nërmen e marë për grupë. Që janë i se vaksilojnë, jo pa ta këqyri njerë, jo pa po menu, na ta këqyri një këna seriosisht. Mos je, me 1.55, aji nuk do të me marë veç grupë. Ajo do të më konë gati 7 zonë. A përdit që mi kry punë, nësë me pas nevoj me dollë masanina, heq. Kështu që jone këto kësha thonë, nuk ja vlen mja dhonë shukut kjerën për me dollë me femën me që shmim të naftës. Numër 2, me quna i kënë shpis në emergjencë me kerë me që shmim të naftës. 2. Emergjencë. Qëre, mirë mi qurë shpis në emergjencë kur ka nevoj. Por, do të më nëllë me menu. Me që të shpim të naftësa, a dënë qatë shumë qatë njerja? Me no. Plus, me paskon puna që emergjente, kisha ambulanca e kish marrë vetë. Kështu që nëse nuk e shë ambulanca, të arsyshme me argjit no, pse dush me argjit ti? Këti dojna prend mutra lazni në lopo. Alloj, të porët nuk po fitohen letë. Kështu që e dyta, unë kësha thonë, nuk ja vlen me qunë emergjencë, shka ta ka shruaj nalë, qashtë në të bëhët. Numër 3. Me që çmim të naftës, nëse i Ferizojt, a ja vlen me shku në Prishtinë për Shmekerllak. Qëre, unë vetë jam i Ferizojt edhe ju kuptoj. Shmekerllak në Prishtinë na nuk mujna me lanë onash. Duhet me shku dyqysh murshit, ja me shku në kafesh të fort, ja në restorant të fort. Mirë po nuk mujna me lanë onash. Mirë po me që çmim të naftës sa, vallojme, dyqysh po të harxhitën këtë parë të naftë. Tani sot me në Prishtinë kur gjë më Shmekerall. A pëtën? Kështu që me që çmim të naftës, nëse i Ferizojt, nuk kisha thon as pu as ju me shku në Prishtinë. Vlerësoj vet. Mirë po, këshir edhe kuletën. Pse kuleta nuk ka problem Ferizaj se kanë porë gjinja së dush. Prishtinë, fërë, pelona për pu. 4. Këto keni me pëlqy ketë. Me që çmim të naftës, nëse fiton Kosova me Slovakinë, a ja vlen me dollë me dhonë shlojfa? Edhe kjo një pyetje shumë interesante dhe një çështje shumë e rëndësishme për popullin tonë. Çka kisha thonë nëne? A dy kisha thonë mja bo. Nashta krejt s'ka nevojë me dollë me dhonë shlojfa. Mirë po, natën që fiton Kosova me Slovakinë, i kishim caktu 5 kujdestar, cilët kanë guma me koll, kanë kerrë që shlajfiti. Shtyje 5 kujdestarëve, ishim çuna këtë bashkë dhe ja kishim bërë një fond për 200 euro. Kishim kontribuos, cili 50 cent, 1 euro, 2 euro. Çta 5-it i kishin mushka 40 euro kerrë naft, e kishin dalë kishin shlajfit të natën. Natë jeri kishim nejtë shtëpia se nafta shtrejnë. Kështu që i kishim pas kujdestar të shlajfit, traditas na hub, edhe i kishim do të knash. Kështu që nëse fiton Kosova, 5 kujdestar dolin shlajfitin të natën atë tjetër rinat e shtëpia. Po pa shlojfa as mesën. Edhe 5-ta, nashta edhe më e rëndësishmja. Nuse. Pezona i tu martu çdo ditë. Me që çmim të naftës, a ja vlen me shku me marr nusën me kerr? Vorët shiki sanët. Mirë, po çka kisha thonë unë? Na shqiptarët janë të kallë mas traditës. Nuk janë kombe po dall ata këtu në herë që kanë shku me marr nusën me koli. Koli nuk harxhon naftë bës. Po çka gjithaj sona i sen, po dhe rrugës më lën me amur nëse. Kështu që, nëse i tu martu çdo ditë, për shkak çmimit të naftës, mirë me shku me marr nusën me koli. Edhe kur sen, edhe i lumtur apo martohesh, edhe shaki me balatë. Për cellë traditën, mos shko me marr nusën me kerr, shko merr me koli. Kështu që as nusën, jo. Faleminderit. Shihemi herën tjetër.